Mos gaboni me marr moton e akides vetëm si fjalë pa punë. Akidja nuk është fjalë pa punë. Akidja, besimi në Zot, nuk është vetëm fjalë me përsëriti. Sahabët shumë më pak e kanë përsërit, ama e kanë besu. E kanë jetu. Namazi jon ka nevojë për akide. Namazi jon ka nevojë për bindje. Zakati jon ka nevojë. Haxhi jon. Haxhi më i pranuar te Allahu është haxhi i cili ka akiden të më shumë. Zakati më i mirë është zakati që përkra akiden më shumë. Namazi më i mirë, më kualitativ. Ramazani, agjerimi më i mirë është ai i cili ka akiden të dhe shahadeti dhe krejt veprat në islamin. Martesa më e mirë, mësuesi më i mirë, jeta më e mirë, xhamia më e mirë, shokët më të mirë, i kia ata të cilët lidhin ty direkt me Allahun. Para mendoni o vëllezër, fundi i kësaj që po flasim është shikimi në fytyrën e atij që na po besoj. Kur shikojmë te aja ditë, subhanallah, po flasim për bindje, për besim te ajt. Ky besim vazhdon me urrit të besimtarit derisa një ditë për ditë kjo të çon me pa fytyrën e Allahut, fuqiplot. Walhamdulillahi rabbil alamin.